Ish banorja e Big Brother VIP Kosova, Jasmina, ka bërë së fundmi një rrëfim të sinqert dhe mjaft kritik në një intervistë të gjatë, ku ka ndarë detaje të pathëna më parë rreth eksperiencës së saj brenda shtëpisë më të famshme. Edhe pse qëndrimi i saj në Big Brother VIP Kosova zgjati vetëm 2 javë, ajo shprehet se mjaftuan që të kuptonte se loja, sipas saj, nuk ishte as pak e barabartë për të gjithë banorët. Jasmina tha se që në ditët e para kishte ndjerë një diferencim të qartë në trajtimin që u bëhej konkurrentëve, duke theksuar se produksioni kishte të preferuarit e vet. Sipas saj, kjo nuk ishte diçka e fshehtë, por reflektohej hapur në mënyrën se si stafi sillej me banorët, në vëmendjen që merrnin gjatë spektakleve live, si dhe në hapësirat që u jepej për të shprehur mendimet apo për të rrëfyer situatat e tyre personale. Nuk të jepnin hapësira. Banorët e kuptojnë shumë lehtë kush është i preferuar nga produksioni dhe publiku, sepse kjo shihet qartë nga qasja që kanë ndaj teje, u shpreh ajo, duke lënë të kuptohet se disa konkurrent kishin avantazhe të dukshme në lojë. Një tjetër pikë që Jasmina e konsideroi shqetësuese ishte fakti se disa banorë, sipas saj, dispononin informacione që mund t'i dinin vetëm persona jashtë shtëpisë. Kjo situatë, sipas saj, krijonte pabarazi dhe ngrinte dyshime serioze mbi transparencën e lojës dhe respektimin e rregullave që supozohet të jenë të njëjta për të gjithë. Ajo foli gjithashtu për vështirësitë që kishte hasur me dhomën e rrëfimit, një nga hapësirat kyçe të formatit. Jasmina tregoi se kishte raste kur priste gjithë ditën për t'u thirrur, por në fund nuk i jepej mundësia të hynte. Sipas saj, mënyra e komunikimit dhe qasja e stafit ndaj saj ishte shpesh arrogante, gjë që e kishte demoralizuar dhe e kishte çuar deri në pikën që të mendonte seriozisht largimin e menjëhershëm nga loja. Duke e parë sot eksperiencën nga jashtë, ish banorja shprehet hapur e zhgënjur dhe e penduar për pjesëmarrjen në këtë forma. Më mirë të mos isha futur fare. Kam përshtypjen se e kam ulur figurën time. Brenda nuk arrita të tregoj asgjë nga vetja dhe në fund dola shumë keq, deklaroi ajo, duke pranuar se eksperienca nuk i solli përfitimet që kishte menduar. Një tjetër zhgënjim personal për Jasminën mbetet fakti se pas daljes nga shtëpia nuk është kontaktuar nga Olsa Muhameti, gjë që ajo e pranon se e ka lënduar dhe i ka mbetur hatri, duke qenë se kishte pritur të pakte një komunikim apo sqarim. E pyetur se cilët banor, sipas saj, shtireshin më shumë gjatë lojës, Jasmina përmendi emrat e Elionës dhe Alba Pollozhanit, duke shtuar se në përgjithësi, pak a shumë të gjithë shtiren brenda, por këto dy e kishin më të theksuar. Deklaratat e forta të Jasminës kanë shkaktuar reagime të shumta në rrjetet sociale, ku ndjekësit e formatit janë ndarë në mendime. Disa e kanë mbështetur për guximin për të folur hapur, ndërsa të tjerë kanë vënë në dyshim deklaratat e saj. Megjithatë, intervista e saj ka rihapur edhe një herë debatin mbi transparencën, favorizimet dhe mënyrën e funksionimit të produksionit të një prej formateve më të ndjekura televizive në Kosovë. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.